te rruga Elbasanit në një dhomë i kuzhinë atje. S'po e them për kështu, po ashtu ishte e vërteta. Edhe flia kështu në diagonal, edhe Musaj më tha kemi. Okej, thash hape se do vi do futem në parti. Po le e tha tash i tha se s'futesh ti në parti tha. O Musa do futem në parti. Po le e tha një thas. Nuk i bëhet mirë as ty as partisë tha. O Musa i tash hap zyrën. Edhe shkuam atje, Musa i s'dinte çaj priste. Futemi atje. Ishte Kismet Meta. Kismet Meta u bë kismeti i Partisë Socialiste për Shqipërinë 2030, që atëre. Edhe kismeti emri Edi. Edvin tha, jo, i thash, e kam ndruar, Edi. Emrin që më kanë vënë nuk e kam pranuar. E kam ndruar. Sot më thoshe dikush pse s'ndron dhe emrin e Partisë Socialiste. I thash Partisë Socialiste do ta keni këmba këmbës, thash derisa, kështu që i thash, jo që s'do ndrojmë emrin e Partisë Socialiste, po qofse doni të shpëtoni nga Partia Socialiste, futuni në Partinë Socialiste. Që të ndjeni pjesë e fitoreve. Mbi emrin Rama. Okej. Më dha atë kartën, Musaj akoma e kuptonte që diçka nuk shkonte, kur dalun atje them do kandidoj për kryetari i partisë, do shpëtoj partinë, Musaj i humbi pini, kur thonë. Po, kishte pukun pastaj edhe e zgjidhi. Kështu Musa atë e ke merit. Mos e moho. Tani, kam bërë një listë fjalësh dhe me që ta ulanti me Ogertën këtu ishin si përfaqësuesit, si moderatorët e festivalit të këngës, edhe ju shkonte shumë ajo. Seriozisht ju shkonte shumë. Do me thënë, pas karrierës politike, po e mbajtët të formë, e keni një punë të Radio Televizionit Shqiptar. Unë do bëj një quiz. Nëse merë çdo shqiptar, madje edhe ata që janë me Onxho Bonxhot, po që mos ta dinë se kush po i pyet, dhe i thua, ke dy parti në Shqipëri. Partinë Socialiste, ka dhe ca tjera, po ato s'quhen. Një Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike. Tani, unë do të them fjalën, ti më thuaj, kë partit kujton fjala. E do filloj. Revansh. PD-ja. Ata që janë me Onxho Bonxhot do thënë, ne mër vlla jemi. Revansh pa tjetër. Drejtësi. Përçarje. Njerëzillëk. Se nuk e vura bashkim se do duket si fjalë e madhe, po njerëzillëk po njerë. Madje qajnë shumë patronazhistë s'kan faj, jeni më të njerëzishëm thonë me ata, se që jeni të njerëzishëm me ne. Po kjo është temë tjetër. Shkatrim. Shkatrimi është kështu si kusur. Ndërtim, PS-ja. Rëmuj kuptohet, rregull, PS-ja. Pislëk, pastërti. Tani jo se s'ka probleme me kazanat, se na i tregon Erjoni vazhdimisht, po braqa e kanë fjallën, po çështja është që përmundohemi të pastrojnë paktën. Nuk jemi të lumtur me pislëkun. Dhuna kuptohet është monopol, është licencë, është hipotekuar nga PD-ja. Vetë përmbajtja jemi ne të shkretët, Gramos. Vetë përmbajtja jemi ne. Kështu që nuk po zgjatem me raportin me interesin kombëtar, po duhet të them këtë që nga dita e parë deri më sot kjo parti ka bërë shumë gabime. Nuk ka bërë asnjë të zeza këtij vendi, nuk ka bërë asnjë.
Onxho Bonxhot, madje Onxho Bonxhot tani që po i përmend, më duket e bardh këmisha ime. Po, gabime dhe faje sa doni. Ama, nga dita parë, deri më sot, kjo parti, kur nuk është lëkundur në vijën e drejtë të mbrojtjes së interesit kombëtar. Kur. Dhe nuk është e rastishme, sepse shpeshherë ndodh, dhe sidomos në këtë kohën e re të TikTokut, po gjithmonë histori që kush ka ëndrat nda, kush ka ambicet madhe, kush ka vullnet madh, kush ka një mision të madh, është i detyruar që të bëj ndryshime të gjitha natyrave. Është i detyruar që të bëj ndryshime si ai ndryshimi i 12 qershorit në Thënjishin. Duket kështu sot, po ndryshim shumë dramatik për shumë kënd. Dhe patjetër që është i detyruar pastaj të mbajë mbi supe dhe mbi fytyrë qamete. Dritorova Golli këtu tha atë që të tjerët pastaj e thonin në kor mbas disa muajsh, po kur e tha këtu ishte tradhtari. Dhe Partia Socialiste, qeveritë e Partisë Socialiste janë akuzuar shpesh për tradhti. Dhe kur mi akuzës për tradhti ka qenë tradhtia ndaj kauzës kombëtare, çështjes kombëtare. Po unë po ju them një gjë, nëse Shqipëria ka një arkiv për të gjithë kontributorët e çështjes kombëtare, dhe nëse rilindasit tanë janë në krye të asaj arkive, duhet ta dini shumë mirë të gjithë që kush është socialist ka 1001 arsye për thënë të dhjefsha partinë, por ka një arsye të madhe për qenë krenar, sepse në atë listë është Partia Socialiste e Shqipërisë si kontributore. Tani ju do thoni si mund të bashkosh rilindjen me Partinë Socialiste për çështje kombëtare, e bashkoj që s'kema atë punë. Sepse që nga e fytyra e ngrysur atje, kur socialistët dolën nga ferri i asaj që si ishte opozit, ishte për ndjekje, dhe morën pushtetin, tek ai që nuk jeton më, por që ishte kryetari i Partisë Socialiste, tek kryeministri tjetër i Partisë Socialiste Panderi Majko, tek një rreth njerëzish rreth tyre, nuk kanë lënë gur pa lëvizur, gur që mund të duken sot, gur që do t'i nxjerrë lumi i historisë nesër për të çliruar Kosovën. Dini gurët që janë vënë në rresht të murit të shkruar. Dini se si u mbështet gjithmonë UÇK-ja me fjalë, se si u mbështet UÇK-ja me vepra, por t'jeni të sigurt që historia ka ende shumë gur për të nxjerrë. Dhe aty do të shikoni që faktori shqiptar në këtë rajon është një faktor që mori formë, mori guxim dhe doli hapur fal mbështetjes që gjeti në Tiranë, dhe nuk e gjeti te Onxho Bonxhot, por e gjeti te këta burra. Mbështetje, po ju them, edhe me shtet, po edhe me patronazhista të një lloji tjetër. Dhe kush e akuzonte Partinë Socialiste për tradhti? Kush i thoshte Partisë Socialiste ju jeni të Beogradit? Kush i thoshte Partisë Socialiste ju jeni të shqitur
kush ja thoshte këto? Ata që ditën qanin për Kosovën dhe natën qonin naftën tek Slobodan Miloševići. Dhe merrnin para. Dhe kjo është një. Dhe ka shumë të tjera. Ka shumë të tjera. Por gjevajiri më i madh i kurorës së kësaj historie të shpëtimit të Shqipërisë është ai që Partia Socialiste ka misionin të vendosë në kurorën e Europës. Në atë kurorë ku janë gjithë burët e shteteve antare dhe ku vendosja e gurit Shqipërisë në atë kurorë do ta bëj Partinë Socialiste forcën që do të ketë respektin e historisë njësoj si rilindasit tanë. Besoheni këtë gjë. Besoheni këtë gjë. Mos dëgjoni se çfarë thon ata që s'duan. Mos dëgjoni se çfarë flasin ata që s'din çfarë thon, e s'din çfarë duan, apo më saktë duan vetëm të rrëzojnë Partinë Socialiste. Po besoheni këtë gjë. Dhe sa herë Partia Socialiste ju vjen majt hundës, sepse ja u sjell majt hundës dikush që është aty afër, ja u sjell majt hundës administratori i lagjës, ja u sjell majt hundës kryeplaku, ja u sjell majt hundës deputeti, ja u sjell majt hundës ministri, ja u sjell majt hundës dreqi dhe i biri. Shtrëngoni dhëmbët, bëni atë që duhet bëni brenda për brenda, por mos hiqni mendjen nga një fiksim që duhet ta ketë çdo shqiptar i ndershëm dhe patriot që ta çojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian me patjetër tani që është hapur dera. Nuk është një luftë me armë. Nuk i kërkohet njeriu të japë jetën. Nuk i kërkohet njeriu të shesi pasurinë për kauzën. Gjëra që i kanë bërë ilidasit tanë, gjëra që i kanë bërë herojnë dëshmorët tanë. Nuk i kërkohet njeriu të zhytet në ilegalitet. Nuk i kërkohet njeriu të bëj faktikisht asgjë më shumë se qytetarin e mirë, patriot, dhe të kuptoj që sot të shtrëngosh radhët e Partisë Socialiste dhe të rreshtohesh me Partinë Socialiste nuk është rreshtohesh me një logo partia, është rreshtohesh me fuqinë e shqiptarëve për ta quar Shqipërinë krenare, aty ku Shqipëria është parë gjithmonë si një vend njerëzish me bisht. Dhe mos e harroni kurrë që çdo gjë që nuk shkon me këtë betejë, sado e vogël, është një gjë që i shërben atyre që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Dhe mos kujtoni se të gjithë duan Shqipërinë Bashkimin Evropian. Në çdo shtet të Europës ka forca që nuk e duan Shqipërinë Bashkimin Evropian, në çdo shtet. Këtu në Shqipëri ka forca që punojnë kundër Shqipërisë Bashkimin Evropian. Dhe nuk është histori filmash edhe spionësh dhe agjenturash. Është shumë më e thjeshtë sot. Dhe prandaj ne të parët duhet ta kemi shumë të qartë që po na rrëshqiti ky moment, po nuk ishim në lartësinë e kësaj sfide, po nuk shtrënguam dhëmbët jo për t'i mbuluar gabimet, jo për t'i fshehur tmetat, jo për të mos dalë dhe për të mos treguar kazanët me plera çdo ditë, po për të mbajtur syt atje te horizonti dhe për të thënë ne do ta kalojmë edhe këtë det të fundit, njësoj siç i mbajnë syt tek horizonti ata notarët që kalojnë detin me not. Nuk do t'jetë e lehtë. Do t'jetë gjithmonë më vështirë, sepse maja është gjithmonë më afër. Dhe ju dini shumë mirë se çfarë janë hapat e fundit të majës. Profesori Temi tha, mos e lodhni Tiranë. Ditën, profesor, ditën që këta do më lodhin mua, unë s'jam më këtu.
Këta s'më lodhin do të mua akoma se unë zgjohem përpara gjithë këtyre dhe fle mbrapa gjithë këtyre se për këtë më kanë vënë në krye. Dhe më keni vënë në krye që të zgjohem përpara të gjithëve, të flem pas gjithëve, dhe kur jam zgjuar të mos ju tradhtoj kur, dhe kur fle të mos shoh kur ëndra se si të përfitoj në kurrizin e kujdo prej jush. Qa nuk keni dëgjuar, qa nuk do dëgjoni. Në base nuk e keni dëgjuar akoma që unë ha fëmijë. Po, ha fëmijë. Si u ka ardhur akoma lajm, do t'ja u thonë dhe këto. Por, dëgjojnë të gjitha si gramozi. Të gjitha i dëgjojnë. Po fytyrën e ngrysur të objektivi. Rrofshi dhe ishte dy fishi i fjalës Musaj, por ishte edhe sepse unë jam edhe deputeti juaj, rrofshin patronazhistët, rrofshin socialistët, rrof Partia Socialiste e Shqipërisë, rrof Shqipëria në Bashkimin Evropian. Ja prap tani do dalin, do bëjnë emisionet se Edi Ramën e puthin gratë. Aman të keqen.